Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Kam dëgjuar që është edhe idhulli sekreti i xhestit. Kam dëgjuar që xhesti nëse ka pasur në herë në mend ta lër muzikën dhe jo. Përdesa është ky, unë do ta sfidoj këtë. Dhe sfidant i madh ai. Blerina, kam ca studime që do të dheheqin Hajde se kam dhe unë do të spostoj pjesë të trurit që do të të lëm pa fjalë dhe mbase do të të vënë dhe në siklet. Apo mirë, fillojmë me të tuat. Nuk do të vënë siklet vetëm ty, po ky që do them tani besoj që do na fus në konflikt me të gjithë kolegët e radios, sepse sipas një sondazhi të bërë nga Business Insider, na rezultoka Coloreto që 54% e të sonduarve, e të pyeturve, të sqarojmë, kjo nuk është sonda që bëjnë burrat mbi 50 vjeç. Jo, këtë e bëjnë dhe gratë. E kanë bërë dhe gratë. Do, kjo nuk është ajo sondë që të kontrollon kolonën. Pra nuk është sonda kolonoskopisë, vazhdojmë. Jo. Ka rezultuar që 1 në 2, 54% pra, e punonjësve të çfarëdo lloji ambienti ka kryer marrëdhënie me kolegë në vendin e punës. Pra 1 nga ne të 2? Pra, tani, unë them, me qënë se ne të 2, mund të vëmë dorë në zjarë që nuk jemi. Kejdos? Salsano nuk besoj. Sa po më hapën disa kartela, a ka mundësi mos i themi, a ka mundësi mos mendosh me zë të lartë, të lutem. Unë mendoj që Salsano nuk është. Që mos ta gjesh veten. Ti nuk je, unë nuk jam. Kush i bën këto pisliqe në këtë vend? As unë nuk e di Blerina, po unë po themi gjë tjetër. Kjo që the ti ishte shokuese, por kjo që do them unë do sqaroj shumë gjëra mes nesh. Një studim i pari dhe më i zgjeruari i kësaj forme është bërë në 33 shtete me qindra mijëra njerëz, me australian, më sa kanë parë unë australianët janë shumë serioz kur studiojnë çështjet e seksit. Dhe ka arritur në konkluzionin që meshkujt bien më kollaj dhe më shpesh në dashuri. Ama femrat poran i nxjin jetën, domethënë kuptimin e mirë të fjalës. I qepen atij. Tash se ç'bën. Blerina pse të qepet një gjë që s'është e shtëpisë tënde nga mbrapa si duket ty. Më fryen damarët. Ashtu dhe, po gypat. Gyp. Në këtë studim, pra meshkujt bien shumë shpesh, ama femrat kur bien shumë thellë. Edhe nuk heqin, domethënë, madje thuhet që edhe kur mendojnë për partnerin, femrat mendokan shumë më shpesh se sa meshkujt. Bukur. Dhe thash një nga studimet më të gjëra të kësaj natyre në botë. Ç'të them? Tash meshkujt që nuk mendojnë për partnerin aq shumë sa ç'ndodhe kundër që partnerat mendojnë për këtë. Mua më duket normale se një mashkull ka shumë gjëra për të menduar. Si për shembull? Për kolegët e punës, për shembull. Jo nëse punon në një radio. Për rezultatet e sportit, e të tjera. Ndërkohë, un kam një tuf studiuesish amerikan, të cilët janë bashkuar me një tuf studiuesish finlandez që nuk janë as pak më serioz se ato islandezët e tu. Nga ishin ato? Ishin Fiji? Ishin nga brenda Australisë deri në. Nuk ishin nga Fijit. Pra, amerikanët dhe finlandezët kanë bashkuar forcat dhe janë duke eksperimentuar një çamçakëz kolo që do të jetë në gjendje të bllokoj viruse si Covidi, ai i herpesit apo edhe griprat e rëndomt. Dhe do thuash ti me çfarë baze po që marr infeksion vesh do ta fus në vesh atë? Ky çamçakiz. Jo, më kemi afton se shkon vetë në vendin e duhur ajo substanca. Cila është substanca? Ku përmbahet në çfarë? Ku përmbahet? Jo, përmbahet në bimët e thjeshta të fasules. Pra, pse ne që kemi ngrënë fasule çamçakëza me grosh dhe rigon. Blerina, a hëngrëm grosh gjatë gjithë Covidit? Nuk na gjeti. Na gjeti që të hëngrëm nga Covidi. Kështu që unë jam kundër çamçakizit me grosh, po ta them që tani. Jo se s'do e provoj, sepse unë s'kam lënë gjë pa provuar nga këto çamçakizrat. Do e provoj edhe këtë, por jam mos besues që tani. Qelizat trunore të femrave, një tjetër studim, e përballojnë më mirë stresin sa do të meshkujve, këtë e dinim. Çiftet e lumtura që s'bëjnë seks ekzistojnë. Të ngrej dorën këtu radio. Ekzistojnë, Blerina, është vërtetuar, si më thon. Dhe janë të lumtur vërtet. Pikërisht për këtë arsye. Nuk do thosha për këtë arsye, po ka njerëz, ka çifte të cilat janë shumë të lumtur, pra këta njerëz me njëri tjetrin në çift, edhe duke mos bërë seks.
Por sipas këtij studimi që un kam në duar dhe këtu në sy, janë mbi 80 vjeç. Jo. Jo, e the shumë bukur, po jo. Janë raste shumë të rralla. Okay. Po shanse ka. Ndodh ndonjëherë që ti të mpleksesh me dikë dhe papritur kupton që ai nuk është i dashuruar me ty, por me shtëpinë tënde. Kjo qenie së fundmi, që po bëhet edhe shumë virale, ka mbart emrin homoseksual. Pra, ekziston, qarkullon një qenie. Ua, e kam parë këtë. Në vërtet ke lagje ime, kush e di shtëpisë së kujt ja ka vënë syrin. Shiko, është çel zakonisht. Te mos vjen dosje me çip, po. Periudhën e vjeshtës ose të dimrit, se është pak më ftohtë dhe do donte të evitonte të paguaj qeran gjetk, kështu që papritur lindin i çelin ndjenja marrëzisht të forta dashurie, por për një person që ka shtëpi të bukur, ose që ka një vil për shembull në palas apo në. E di që ju mendoj që jam një nga këta. Por i kam mbytur gjithmonë ndjenjat e dashurisë për këta njerëz. Deri e fundit, para se të ikim me reklama, thembrat. Po, thembrat i zgjedhin shoqet gjë nga se. Nga se i zgjedh shoqet ti. Nga çanta. Nuk po flas për shoqet që pastaj tru vogla që ti fut në çantë. Ajo në kuptimin që ti marr çantën borxh, jo. I zgjedhin shoqet nga Roma. Nga Roma? Aroma. Akt karasisur të vijë një gos tjetër kështu në shtëpinë, do të bëj shoqe. Pra po të erdhi njëra që duket sikur po të thithë të gjithë zbokthi nga trupi, ta dish që e ka me qëllim të mirë shoqërie. Ikim me reklama.